Asalamu alaikum të dashur miq. Shpesh herë në jetën tonë ndodh që dikush na jep fjalën që të themi diçka. Mirë po, një moment i thjesht, i shkurt nuk është vetëm aq, por ka edhe përgjegjësi për atë çfarë themi dhe çfarë shihesh kemi për fjalët që i flasim. E këtë temë do ta trajtojmë sot me Hoxhën Ekrem Avdiu, në pjesën e dytë do t'ju mirpresim juve. Kristjan Hoxh, jo për fjalë rasti, po për të trajtuar gjerësisht këtë temë. Mirë se takojmë vojar. E ke titullu fjallë rasti, është interesant se për mu personalisht fjalimet më të vështira janë fjalimet e rastit. Për arsye se aty njeriu shkon i papërgatitur, por ne pastaj duhet ta luajmë rolin e atij mjeshtrit universal, cilët gjithmonë duhet t'i çellojnë disa halete me vete. Ose të ati ushtarit kujdestar i cili gjithmonë do të ketë armën e mbushur, ose të ati policit i cili gjithmonë do të jetë i gatshëm për të intervenu. Megjithatë, është sfidë për neve, po e filloj këtu e pastaj po dalim aty ku dushti, sigurisht i ki pyetjet tua, po mendoj është sfidë me fol fjalë rasti edhe me ja çellu. Në të vërtetë mendoj se... Kjo është një fjalë rasti para se të hymë në temë. Po, pikërisht këtë duhet ta shfrytëzoj. Megjithatë mendoj se çato fjalët e rastit nëse njeriu arrin të bëjë një përmbledhje të bukur edhe të godas aty ku duhet, ato janë shumë më të mira se sa shumë fjalime të parapërgatitura. Funit ne gjithmonë dalim para publikut, para audiencës të përgatitur. Të paktën kështu do duhet ishte. Personalisht nuk ja loj vetës asnjëherë me dalë pa u përgatit paraprakisht, qoftë për hutbet të gjumas, për ligjërata tjera jashtë gjumas e kështu me radhë. Megjithatë, prap tipet mundësia ose të përplas jeta, më mirë me thonë, aty që gjendesh një situatë ku tipet fjala nganjëherë edhe pa e prit. Po i përmendni disa fjalë shumë figurative, përplasje jeta, thoni. Mendoni është një lloj vështirësi kur përballeni me një thirrje për fjalë rasti? Po, fjala përplasje ndoshta tingëllon pak e vrasht, po qëllimin e pata që gjendesh në rrethana dhe situatë cilën se ke pas ëndër. Ka plan një përgjegjësi, se ke pas ëndër, nuk je përgatit për te, nuk ke prit se do të ndodh, e nganjëherë mbase edhe mund të ndodh që nuk është situatë e përsëritur, nuk e gjen ndonjëherë më herët në kësaj situate. Për shkak të kësaj po e quaj përplasje. Atë ka plan një shqetësim edhe një siklet, padyshim që po, mirë po, aty pastaj punon edhe intuita, punon edhe gjithsesi rolin e vet e ka edhe përvoja, ato krizat kushtimisht të tremës e të frikës e kështu me radhë, ato ma janë veç të te i kaluara, nuk është se mirë po nga njerë njeriu duhet të mbaj ose duhet të rëmbej vëmendjen me diçka që nga njerë as vetë nuk e ke për qëllim me e thonë. Po shërbejnë si hymje, si nxemje, edhe për folsin edhe për dëgjuesin, si para përgatitje që atë mesazhin kryesor, atë pjesën e nënvizuar të fjalimit tënd, i shkurt apo i gjatë, pak ka rëndësi, që do të thuash, atë mos me e thonë në fillim për arsye se vëmendjet e njerëzve akoma nuk janë të përqendruara. Po gjithashtu edhe nuk do të me elon shumë vonë për arsye se njerëzit dikur ma dhe vëmendja aty në fillon të bie. Kjo vonë është relative tash. Se sa zgjatet pastaj fjalimi dhe këtu është sfida e asaj fjale rasti. Është relative bujar, megjithatë mendoj se duhet me pas parasysh se njerëzit duke dëgju lodhen ma shpejt se sa që lodhesh ti duke fol. Po pra. Nuk e di, nuk besoj që dikush mundet me qitë poshtë që të fjallë. Sepse dëgjues krejtësisht pasiv, nuk është aktiv. Bravo, edhe kjo, edhe e dyta, ti nuk je shumë i sigurt se e që po thua ti edhe e për cilën ti po flet, se është bash e qëlluara, se është bash në përputhje me interesimin e audiencës e atyre që dëgjojnë. E mund të jetë temë shumë interesante për ty, mirë po mund të mos jetë interesante për dëgjuesit. Dhe rrezikon ikjen e vëmendjes. Pra mënyra jone paraqitjes në publik për një fjalë rasti ka shumë rëndësi dhe ka rëndësi që apo kemi nevojë në fakt që të kontrollojmë veten se sa flasim që të mos zgjatet ajo biseda. Nuk di, mbas edhe mund të ketë diçka të shkruar në këtë aspekt, nuk është se kam bën ndonjë hulumtim.
por konsideroj se fjalët e rastit do t'jenë të shkurtra. 2-3, maksimum 5 minuta. Konsideroj se çdo fjalë e rastit më e gjatë se kaq, mbas edhe mund t'jetë interesante. Tash, folsi ka vlerësimin subjektiv, se vetën e vetë mbas edhe mund ta mbivlerësoj, por në përgjithësi fjalët e rastit e posaçërisht atëherë kur ka më tepër se një folës. E neve jo rallë në ndodhë që në takime të bimet të ndryshme të ketë më tepër se sa një folës, e të gjithë për fjallë rasti, e të gjithë të zgjasin ma shumë se ajo që thash 2-3 minuta, atëherë stërzgjatët edhe ndoshta i folsi i 4 apo i 5 ka diçka shumë interesant për të thonë, po që kam ju bo këtyne 3 të parve ose 4 të parve që realisht e shpenzuan, e konzumuan vëmendjen e dëgjuesve. Edhe kjo është shumë interesante. Kështu që neve, unë e them shpesh edhe mendoj se është e rëndësishme të kijet parasysh, se kur flasim mund të mos e vrem veten se e kemi tepru. Mos e kemi akoma kondicion, kemi akoma energji, edhe mund të na duket vetja të freskët për të thonë akoma diçka. Megjithatë, derisa të na bie ndërmend se a thua mos e zgjatëm, audienca mund të jetë lodh. Më kujtohet një këshill që e kam lexuar në rrëfimet për pejgamberët, një këshill që ja ka dhënë Hidri Musait alayhis salatu wassalam, mes tjera që i ka thonë kur të flasësh njerëzve, mos i zgjat fjalimet për arsye se dëgjuesi lodhet para se të lodhet folsi. Kështu që në momentin kur ty të shkon mendja se u lodha ose fola mjaft ose kështu me radhë dije se ata që po të dëgjojnë. Qysh herët është lodha. Aty në është bo mjaft. Në fakt, Hoxh, Muhamedi alayhis salam ishte i njohur për pak fjalë, por të mbushura me kujtime. A mendoni se e kemi humbur pak atë artin e të qenurit, të përmbledhur dhe të qartë në fjalimet tona? Padyshim që po. Nuk është se jemi të përpikt në këtë udhëzim profetik, në këtë udhëzim praktik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne flasim në të gjitha rrethanat, edhe dikujt nëse i duket vetja se nuk e zgjat zakonisht. Dikujt mund t'i duket vetja, që mu personalisht më duket vetja se unë nuk e zgjati. Por e pranoj se jam shumë fish më i gjatë se sa të gjithë urtakët e rangot të vdekatarëve të rëndamt, pra djetarëve, kështu me radhë, e mos të flasim që nuk krahasojmë me ato që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ose qysh ka fol ai bekum, e të e pas parasysh se ati i janë numru fjalët, jo fjalit, fjalët, i ka thonë kaq fjalë. Edhe është e natyrshme që me ekzistu ky dallim, posaçërisht edhe për shkak të asaj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një dhunti të mrekullueshme pothuajse mbi njerëzore, për të shpreh, për të thonë shumë me pak fjalë. Madje në këtë aspekt ai është dalluar edhe prej pejgamberëve të tjerë, sipas dëshmisë që e ka dhënë vet. Thotë më janë dhënë disa gjana me të cilat jam veçu prej pejgamberëve të tjerë, në mes tjera ka thonë utitu jawami al-kalim. Ma është të dhonë aftësia e të folurit në mënyrë përmbledhëse. Pak fjalë, ama kuptim plot. Këtë e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si rrjedhoj e kësaj, ne pastaj e marrim një hadith i cili mund të jetë 2-3 fjali të shkurtra ose një fjali, edhe pastaj me çato e bëjmë brum edhe lënë të parë për të mbajtur një fjalim, për të mbajtur një ligjërat, për të shit mend gjoja këshur kush jamone, këshur çka po marr vesh unë edhe çysh po diun me zbërthy ato fjalë. Po e them këtë po e them pak figurativisht, megjithatë kemi nevojë që dikush të na thotë hoxhallar, ligjërues, folës, mos e zgjatni shumë se nganjëherë po na lodhni. Jeni kritik edhe në fushën tuaj? Pikërisht për këtë po flas unë, nuk jap vetes drejt me kritiku. Tema është prej kontekstin. Po. Po bujam, ne duhet të jemi, të flasim për ata për çka jemi më të thirrur. Kemi një lloj të paktën një kompetencë të përvojës. Personalisht i ka, mund të them, përmbi 30 vite që mbaj ligjërata. Ma shumë, jo përmbi 30 vite, po përmbi 35 vite.
edhe nuk e di tash në atë kohën e hershme, shumë kisha pas qef me u kthy edhe njëherë brapa me këshirë çka kam thonë. Ose e kam unë atë shprehjen që edhe me ty e përdori nga njëherë çka kam shkretu. Megjithatë, në këto të tanishmet që kanë arrit të regjistrohen, të incizohen, të publikohen, nga njëherë e dëgjoj veten, gjithnjë e dëgjoj me qasje kritike, e dëgjoj me synim që sikur ta aplikoja këtë synim për tjetër kam, do të ishte shumë tendencioze, me synim për me gjetë ndonjë gabim. Edhe gjej gjithsesi, nuk po du me thonë tash se e shoh veten ose e dëgjoj veten me synim me gjetë gabim, e s'po gjej, jo gjej shumë. Edhe sigurisht çdo fjalë që e kam thonë, ndoshta që tash e kisha thonë më mirë, po edhe sot që e kisha thonë më mirë, nesër edhe më mirë se sot e kisha thonë. Kemi pasur raste kur thënia ti ke ripërpilu gjatë emisionit. Po, sigurisht që po, sigurisht që po. Të thëna vite më herët. Fjalët tona bujar janë relative, ashtu që është edhe dia jonë, ashtu që janë edhe aftësitë tona, funit. Ne, adin kur ja qëllojmë 100% edhe s'mundet kërkush me e lujt, vetëm atëherë kur citojmë ndonjë fjalë të Allahut, ose një hadith autentik të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, saktësinë e asaj s'mundet kërkush me e kontestu, po prap mundet dikush me na e kontestu kontekstin. A jemi të e thonë, do më thonë në vendin e duhur apo jo. Edhe aty prap e pranoj se mund të mos jemi sa duhet. Pra ka rëndësi që edhe në një farë formë edhe ta edukojmë veten, që të flasim me mençuri dhe jo me bollëk, se mund dim shumë gjëra, por nuk thuhen në çdo vend. Sikurse që dallojnë ta zëm fjalimet apo të flasim me familjar, njësoj me tribuna apo me simpoziume shkencore, kështu me radhë. Pra, dallon vendi se çfarë fjalë edhe do të përdorim, apo jo? Personalisht, bujar, prap konsideroj që, për shembull, nga praktika personale, fjalimet e xhumas, hutbet e xhumas, gjithsesi janë fjalime cilat duhet të jenë të koncentruara, duhet të kenë mesazh të qartë, gjithsesi. Po është edhe fjalim ceremonial. Edhe unë derisa ligjeroj në xhuma mundohem të jem shumë oficial, më zyrtar, i përpiqem të përmbajmë një lloj protokoli edhe për shkak se qëndrimi i ligjeruesit, i khatibit në mimber, në aty ku mbahet hutbeja e xhumas, ai mes tjerash është edhe ibadet. Nuk është diçka që e bojmë në mënyrë vullnetare, dhe ata që na dëgjojnë me vëmendje dhe plus e kanë të ndaluar të flasin, edhe ata bojnë ibadet me këtë punë. E tash gjë që shton peshën e asaj çfarë do të thuhet. Peshën e ligjëruesit, seriozitetin e gjendjes së tij. Edhe tash unë them kështu, nëse Allahu i ka obliguar ata që të dëgjojnë edhe të mos bojnë za. Kjo nuk do të thotë se unë do të me marr edhe atë vëmendje të zonën peng me keq përdor, me mungesë përgjegjësie, e cila menoj se do të ishte evidente nëse ligjëruesi del i papërgatitur. Është mungesë respekti? Padyshim që po. Është mungesë shumë dimensionale respekti. Nuk e respekton mimberin në cilin ka qëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk e respekton pozitën në cilën të ka ngrit Allahu fuqiplot, ma ka pas thonë një herë moti një xhamat këtu në Prishtinë, derisa i mbaja hutbet në xhaminë e Dardanis. Ma ka thonë hoxh, ke pa çysh ju ka ngrit Allahu juve kur ligjeroni në xhuma, thembrat e juaja të paktën janë me nivelin e kokave tona, nivelin e ballit ton cilin ne e qesim në sejdë. Edhe me thonë drejtën deri në atë moment nuk më ke shku mendja kur për këtë punë, po mas andaj kur nuk më ka hek prej kujtesës. Kanë kalu më tepër se 20 vite prej se më ka thonë këtë fjalë. Edhe për një mend të ka ngritë Allahu aty, mos e kesh përdor atë përgjegjësi. Tjetra është ibadet, xhumaja, për atë arsye dreka nuk falet në ditën e xhumat, për ata që e falin xhuman. E ata që e falin xhuman i kanë një hutbe edhe 2 rekat namaz. Që i bie se që kjo hutbe është një lloj zavendësimi i 2 rekateve të namaz të drekës, e cila i ka 4 rekat. Edhe tash edhe si ligjërues, po edhe xhamati, secili i ka detyrat edhe obligimet e veta, secili i ka përgjegjësitë e veta dhe çfarë do lloj të i kalimi në këtë aspekt, padyshim që është mungesë përgjegjësie. Pastaj sot xhamatin e kemi
të informum, s'po du me thonë të arsimum, po ka edhe të arsimum, mirë po potencialisht të gjithë janë të informum, të gjithë din, të gjithë kanë mundësi të din, edhe nuk ban, në asë një mënyrë nuk ban që ligjëruesi, qoftë në ditën e xuma, qoftë në, si me thonë, paraqitje tjera, mos të flasim pastaj edhe për emisionet televizive, sikur që i kemi këto, mos më leju vetës me dalë pa përgatit, mos më leju vetës me dalë pa koncept, dhe më thonë nëse po e zom ti si ligjërus, e ke zgjedh një temë për cilën kime folë në xhamin tane, ose kudo që paraqitesh. Atëherë, merr edhe përgatitu për atë temë, bëre një kornizë prej të cilës nuk kime dalë, mos improvizo. A njerëzit kryesisht improvizojnë atëherë kur nuk marrin mundin që të përgatiten. Ndërsa në shumicën e rasteve ai i cili përgatitet, ai s'ka vakt me improvizu për arsye se edhe atë që e përgatit e sheh se nuk ka arrit me e trajtu ashtu si duhet. Po, edhe në anën tjetër edhe tonaliteti është shumë i rëndësishëm, ngritja e zërit me raste të caktuara. Është artë në vetë edhe kjo. Aty pastaj secili e ka atë, me thonë, se di është fjala e duhur, secili e ka temperamentin e vet. Dikush flet ma qetë, dikush flet me zop pak më të ngritun, por ngritjet e theksume të zanit, britmat, nuk janë të pëlqyme. Nuk është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndonjëherë nuk e përdorte edhe këtë metodë të komunikimit me njerëz, për arsye se përshkruhet se edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nganjëherë ju ka skuq fytyra, ju kanë fryt damarët, edhe thot e fliste me ton aq serioz sikur të ishte paralajmërues i ushtrisë. Pra jo njëri që ju flet njerëzve në qetësi, por sikur të ishte paralajmërues ose komandant të ushtrie i cili jep urdhra, edhe ne të gjithë e dim se ushtarëve dhe ushtrive urdhrat u jipen e të prera e për të qenë në nivelin e seriozitetit ato do të jipen edhe me za, me britm. Kështu që edhe kjo ndonjëherë duhet të përdoret. Duhet të përdoret atëherë kur mendojmë se ka nevojë që vëmendja e njerëzve të përqendrohet e ajo që do të pasoj. Mirë po nëse e bojmë shpesh i hub kuptimi. Nga se njeriu nga natyra e tij e ka pothuajse të pamundun me mbajt nivelin e vëmendjes edhe përqendrimit edhe seriozitetit gjatë gjithë kohës. Jemi njerëz, jemi krijesa që mërzitemi. Jemi krijesa që na kap lodhja, monotonia. Nuk e përballojmë atë tempon e shpejt edhe intenzive njët, jo vetëm në të folun e në dëgjum, po edhe në të ecun edhe në të punum, edhe në të vrapum, edhe në sport edhe gjithkond. Do thonë, dalon vrapimet e shkurtra në cilat duhet të përdoret shpejtësia dhe vrapimet e gjata kur duhet një temp. Ka gjithmonë rëndësi edhe vendi edhe fjalimet që po mbajnë, prandaj edhe kemi pasur raste hoxhe dhe kemi dëgjuar njerëzit ta kenë fituar simpatin apo respektin e folësit vetëm nga mënyra se si flet, qetë, pastër, përmbledhur. Unë kisha thonë, është një aspekt praktik ose teknik i cili nuk është pa ndikim. Nuk është pa ndikim, edhe njerëzit janë ata që e vlerësojnë. Por gjithsesi përmbajtja mbetet ajo pjesa kryesore, funit e neve tash nëse e qesim veten në pozicionin e dëgjuesit, në pozicionin e atij që është pjesë e audiencës, le të themi, të kërkuesit të diturisë. Atëherë mbase do të duhej edhe të durojmë, edhe të bojmë sabër britmave të hoxhës, të filanit, fistekut, për të arrit atë që po e synojmë, për mbajtjen e asaj që po flitet. Tash, në situatat këtilla, i kemi dy palë, njëra qëndron ullën, e heshtën, pala tjetër qëndron e ngritun edhe flet, të dy palët i kanë obligimet e veta, i kanë detyrat e veta, i kanë rregullat edhe ato normat e etikës, të cilat duhet të respektojnë për të dyja palëve. Edhe nëse respektojnë, atëherë sigurisht do të kemi fjalimet mira, të këndshme, përmbajtësore, të kuptueshme për audiencën. Duhet të thonë edhe këto, personalisht gjatë jetës time kam taku njerëz shumë të ditun, intelektualisht edhe në aspektin akademik,
jashtëzakonisht shumë të admirueshëm për dijen që kanë pas, por nuk kanë qenë të gjithë njëjtë orator. Tash duhet ta kuptojmë edhe këtë se edhe oratoria është një lloj dhurate, një lloj begatije hyjnore, të cilën Allahu nuk ja u ka dhënë të gjithëve. Pra kom taku njerëz shumë ditun, po që ndoshta nuk kanë qenë orator, sa një njeri i cili ka qenë mesatarisht i ditun mirë, po e ka pas elokuencën e cila të ka ma gjeps. Në kuptimin të ka bo për vete edhe ti s'ke mujt me, si me thonë, s'ke mujt me ullodh, mi aliu vetës me ullodh së dëgjuari atë njeri ose atë ligjerues. Kemi ma dje edhe në gjuhën tonë, elhamdulillah, ligjerues shumë të mirë, të cilët përveç përmbajtjes së asaj që e thonë, e kanë edhe mënyrën e formulimit e cila për një mend të ban për vete edhe të... Një fakt tjetër që vrehet ndonjëherë në fjalimet të ndryshme është edhe çështja e shëndrimit të asaj fjale rasti në një shfaqje të vetvetes. Pra, më shumë panelisti flet për veten. A mendoni se është huqje që harrohet të nderohet momenti e jo të kthehet në diçka për treguar për veten? A jetu e pa veten që jetu bo pyetje me navigim, për arsye se po jep disa konkluza me ndoshta masani po e bën pyetjen edhe një farë mënyre mu po më shtyn me aqit vullën asaj që ka ti po mendon me e thonë. A do të duhej... Kësaj radhe po përfshi përvoja personale, si dëgjues. A do të duhej që ligjeruesi, ose ma mirë ta themi kështu, ta riformulojmë pyetjen për të qenë më korrekt, bujar. Çka duhet të synoj ai i cili flet? Pra po përgjigjem prej qëti pozicionin cilin jam, po duhet të përgjigjem si hoxh. Ligjeruesi, thirrsi në rrugën e Allahut fuqiplot, mësuesi i njerëzve, duhet të synoj kënaqësinë e Allahut fuqiplot. Edhe është shumë e lehtë për të thonë, duhet të synoj kënaqësinë e Allahut, mirë po shumë komplekse për të apliku edhe për t'ju përmbajt. Për arsye se nëse vazhdojmë me qitë hapa tjerë në zbërthimin e kësaj, duhet të themi se ai që e synon kënaqësinë e Allahut, ai duhet të harroj veten. Imam Shafiu ka thonë, do të doja që njerëzit të mësojnë këtë fe prej meje, por asnjë shkrojnë të vetmet mos ma përshkruajnë mua. Pra, do të doja që Allahu të ma mundsoj, ti mësoj njerëzit, por të gjithë të harrojnë, le ta dinë çka i ka mësu, por le të harrojnë kush i ka mësu. Edhe kjo është ajo që quhet vetë mohem. Ajo që njeriu, sidomos, kur është në pyetje Allahu edhe kënaqësia e tij, për një mend njeriu duhet të harrojë veten. E tash, a është në rregull që ligjërimet, çfarë do të qofshin ato, të paraqiten, të shfrytëzohen për promovime vetanake, sigurisht që nuk është në rregull edhe këto gjithkush e din. Madje ne hoxhallarët këtë punë e dim teorikisht, ndërsa xhamati e din praktik për arsye se është diçka që zemrat nuk e pranojnë. Zemrat e njerëzve, bujar, nuk e pranojnë që ti të shfrytëzosh mundësinë e paraqitjes para njerëzve për ta promovuar veten ose për të treguar një lloj superioriteti. E superioriteti dhe e përsia në një farë mënyrë ekziston. S'ki nevojë me nënvizu, se bosh i tepërt, bohesh bajat, bohesh i neveritshëm. Leja, nëse do me fol për diçka, fol për Zotin. Fol për këtë fetë mrekullueshme që e kemi edhe që i ka gjithë këto të mira. Fol për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe ty të mjafton lavdi, edhe mirësi, edhe sevap. Që ti po i mëson njerëzit me e dashtë Allahun fuqiplot. Bëjar të kujtohet për arsye se me ty, ndoshta je personi mas tepër, mas gjati kam bashkë bisedu. Edhe këtë e them me komoditet dhe me kënaqësi, tash edhe t'jam mirë njohës, do më thonë, për këtë bashkërrugtim së bashku. Ti edhin, ne janë bo nga njerë pyetje, edhe të asaj natyrë, ato janë pyetje shumë pa vend, edhe të vrashta, a bon filanin me dëgju. Të kujtohet. Edhe ti edhin, unë gjithmonë kom thonë një njeri i cili të mëson me dashtë Allahun, qysh mos me dëgju.
Se nëse filloj unë tash me thane dhe me i shfrytzu këto pyetje e me qitë kushte të cilat do të eliminonin çdo njonin, e thjesht mbajni kamerat edhe reflektorat vetëm ka unë, edhe kthejni edhe përqendrojni vëmendjet tuaja vetëm ka unë si person, kjo do të ishte shumë e ulët, do të ishte shumë e ligë. Fundja, edhe nëse hipotetikisht tash e shohim këtë problematik nga një këndvështrim specifik, a më mirë do të ishte sikur kjo që ka them unë, të isha unë njeriu i vetëm në botë që i flas këto gjana, apo është më mirë që këto gjana të cilat unë i thash, edhe i them, i thonë edhe shumica e kolegëve të mi, shumica e hoxhallarëve. Ka njerë përmendet ajer. Hoxha i vetëm, ose imami i vetëm, ishte para disa ditëve imami i vetëm shqiptar, Filon Fisteko. Kur njëtë si shani mirë, as kisha pranu, as si shkon në regull, unë me qeni i vetëmi, prej sa miliona shqiptar janë, e sa mija hoxhallar e teolog ka, e unë me kon i vetëmi me legitimitet ka. Së të thjeshtë në regull një gjë e tillë. Dërsa shumë ma komode dhe shumë ma mirë një është, veç ndalu edhe me nda, kur ato gjonat cilat i thu ti i thu në mënyrën tane, po të njëjta ti i thot edhe tjetëri hoxhe, tjetëri ligjëruse, tjetëri autore emisione e kështu me radhë, po se cilin në mënyrën e vetë, edhe nga këndvështrimi i vetë. Patëm bised pak para emisionet, unë e ti që nga njerë ka emisione edhe këtu, gjatë javës që ndoshta trajtojnë parafërsisht njëjtën temë, po se cilin nga këndvështrimi i vetë. Kjo është e mrekullueshme, bujar. Po pra, dhe hoxh, të prekim tani edhe një pjesë tjetër të takimeve mes njerëzve, ndejave, kështu me radhë kur hapen edhe tema të ndryshme. Por nga njëherë heshtja sikur është më e nevojshme se sa të flasim, apo jo? Më varet. Heshtja... Më varet. Si ta dallojmë kur është e nevojshme ta themi një fjalë? Thash do të mundohem me përmend. Duhet me ditë se heshtja është rehatia dhe komoditet. Po komoditeti nuk është gjithmonë zgjedhja më e mirë. Të mos flasësh është më mirë se sa të flasësh keq. Të mos flasësh është më mirë se sa të flasësh pa rend edhe pa vend. Por të flasësh mirë është më mirë se sa të heshtash. E tash në situatat caktuara hapen tema, hapen debate, dhe nëse ti e sheh vetën se ke çka me thonë në atë debat, është mirë që t'ja pësh kontribut, por jo me... Shif, debati edhe polemika dallojnë. Pa. Debati është një bisedë e mirë, pa ngarkesa, pa tensione, pa kështu me radhë, dhe ai që është më kompetenti edhe më i thirruni, padyshim që kur ai e thot fjalën e vet, ata shumica e tjerëve ma veç kalojnë heshtje. Polemika nuk ngadhnjen më i mençuri, as më i dituri, as ai që e ka mirë. Po në polemika nga njerë ngadhnjen ai që është më i pa edukati. Ai që është më i zhurmshme, ai që është më tendenciozi. Për atë arsye edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë ja garantoj një shtëpi në xhenet atij i cili e braktis polemikën, edhe nëse ka drejt. Pse? Për arsye se polemika është veç edhe një hap pa kaluar në hasmari, edhe në armiqësi. Islami këto nuk e don qoftë edhe në llogaritë mos dalë në shesh një e vërtet, s'ka gale, veç thjesht mos të armiqësohemi. Se kemi kohë nesër kur të ftohen gjakrat, edhe të fillojmë të mendojmë të gjithë në qetësi, nesër e qesim pah të vërtetët, s'ka të lashe. Mirë po kur fillojnë gjanat me inat edhe me egoizëm, me u trajtu, atëherë ma mirë është me ilan ato. E në situatat e këtilla, po them, nga njerë është mirë me fol, nga njerë është mirë me hesht. Por kur fol, do të me fol me kompetencë, po edhe kur hesht, do të me ditë se po heshti, jo për shkak se po i druhem qitjes në shesht asaj që unë konsideroj se është e vërtet, po thjesht s'po du shamatës me ashtu edhe një tingull, që me u bo hala ma shamat, ose turbullirës, mjegullës me ashtu edhe do mjegullës, edhe do avullës, edhe do tym. E tash këtu mbetet, po vëne këtë gjana janë shumë relative, është thjesht për me i thonë, po pastaj në aplikim nuk është se janë të leta. Kemi regula të cilat Islami i ka parapa, kemi ajete shumë konkrete të Kur'anit, kemi hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që në ndajat jo formale,
në cilat nuk ka protokoll, në cilat nuk ka, sikur se është hutbeja e xhumas që njëri flet tjetrit dëgjojnë, po ata të gjithë janë me drejt barabartë të shprehjes. Aty pastaj duhet të ketë kujdes edhe përmbajtja e asaj çka po bisedohet. Nga se nëse fillohet të flitet poezom, të flitet keq për të tjerët, për njerëz që nuk janë aty, ose për njerëz që janë prezant, po flitet me nënçmim, e përqeshje, ofendim, e kështu me radhë, aty pastaj ti si besimtar duhesh me reagu edhe me fol, me thonë këtë temë, ose po e ndalim, po e ndrojmë temën e bisedës, po flasim diçka të dobishme, ose unë të paktën nëse s'mujmë ju ndal, unë e kam me braktis këtë ndaj, kam me uqu prej këtuit edhe s'rrima me juve. Gjithsesi edhe këtu, reagimet nuk duhet me qenë shumë të vrazhta, në kuptimin që prap me kriju armiqësi, ose me e bo ma keq se sa është, mirë po me u mundu me ushtru një ndikim pozitiv që njerëzit të heqin dorë prej të folurit keq për të tjera. Nga njëherë, funit të gjithë ne jemi njerëz, kur shkon edhe paraqiteshti, për shembull paraqitet hoxha në fillon venin, njerëzit nëse janë fetar, ata kanë qef që hoxha me folë, ata me dëgju. Po hoxha nga njerë mundet mos me qenë në humor të mirë, ose mos me qenë i disponum, mos me ju kujtu ndonjë gjë personalisht, ndoshta ndër rastet kur ndihem bukur ngusht, është kur më thojnë, hoxha, hajtë folë na diçka. Kjo hajtë folë na diçka është shumë e përgjithshme, edhe tash unë muj me e kap një bisedë këndej, ndërsa interesimi juj me qenë këndej, ose brenga juj, ose halli juj, ose kështu me radhë, dhe ata që bojmë pyetje tani në kësi situata, ta lehtësojnë mos tepërmi. E njëjta gjashtë edhe kur nga njerë disa miqe dashamire, për shembull kolegi imam, ose kolegë përgjegjës të bashkësive islame të xhamive të ndryshme gjithandej vendit, të bojnë ftesë për të ligjëru. Ramazani është Ramazanit, edhe unë i them, cila është tema, thotë zgjedhë ti temën. O vlla, lehtësoma, zgjedhë ti temën, unë pastaj vija dhe ligjërojnë atë temë cilën ti e ke zgjedhë. Mbase edhe të ishte më korekte, sepse sigurisht që po, ai që i fton e një audiencën. Po, pastaj ata edhe e bojnë edhe për shkak të respektit. Kanë konsiderat për një hoxh, për një ligjërues, e thonë, hajde, s'po dojmë me të ngushtu, çka dush folna, po kjo çka dush folna sa është përparësi edhe lehtësi, as është edhe, si me thonë, edhe vështirësi, për arsye se ne, jo vetëm unë, po edhe me kolegët e mi, kur bojmë biseda të kësaj natyre, e vrejsen në shumë raste. Thot problemin më të madh po e kemi për zgjedhjen e temës. Pastaj për ta përgatitur temën nuk është problemi i madh. Hutbeja e xhumas, e cila mbahet, fjalim ceremonial i cili mbahet një herë në javë, 52 herë në vit. Mirë po bujar kur e ki detyrë me mbajtë çdo javë hutbe, a e di sa shpejt shkon java? Nga njerë të mushet mendja sikur java si kanë mbetë vetëm 3 ditë, jo 7, që i ka pas gjithë. Duket se xhumaja çdo të 4 ditë po vjen. Këtë më ka thënë pothuajse secili hoxh që kemi bisedu për temën e xhumas. A e dim pse ta thonë? Që është e ndjenjë me A e dim pse ta thonë? Se e marrin me përgjegjësi. Sa që se merr me përgjegjësi, ai s'ka gale, ai del. Ndoshta nuk e thot, po gjendja e tij flet, thot pa xhamati kanë harruar çka kam fol sot në javë, funit, edhe tash kur të improvizoj, s'kam më shumë me improvizu, sikurse kam improvizu javën e kaluar. Kam përshtypjen që xhamati nuk harrojnë. Xhamati nuk kam përshtypjen, por shumë e vërtetë që xhamati nuk harrojnë. Edhe xhamati e din sakt kur është përgatit hoxha edhe kur ka dalë pa përgatit. E din sakt, sidomos ata që të përcjellin rregullisht. E din nëse i smur, e din nëse ke ardhur në qef, ose ke ardhur pa qef. Krejt ato i din. Dhe hoqë, dua të bëj një pyetje edhe më të drejt për drejt. Të çështja e kur na jepet një fjalë rasti. Ku është fuqia e fjalës? Po, menoj bujar që fjala e rastit, tipet fjala në një rast, çfarë do të qoftë. Para të paktën unë mendoj kështu edhe kështu funksionon edhe mendja ime, edhe kështu funksionoj unë.
mundohem që fjala ime me qenë e lidhur me atë rastin për çka jemi aty. Mundet me qenë për shembull rast i gëzimit, dasm, aheng, çka do qoftë. E lidh me atë rastin për çka jemi mbledh. Mundet me qenë rast i seriozitetit, rast vdekje e pa me fjalim në varreza, nga njëherë ti pat mundësia dhe në varreza me e thonë një gjë. Edhe aty do të me përshtat. Mundet me qenë jo detyrimisht as rasti i gëzimit, as rasti i hidhrimit, por është për shembull ne e madhe të bim iftari, të bim që ka karakter fetar. Aty e zgjedh një temë në kuptimin e ngushtë fetare. Dikon tipet mundësia me qenë, nuk është të bimi me karakter fetar, po ti si përfaqësues fetar e ke një fjalë rasti. Mesazhet gjithsesi do të me u lidh me atë për çka je i thirrur. Po. Mirë, po formulimi unë mendoj se nuk është i njëjtë sikur ai i iftarit edhe i xhamis, sikur ky i tubimit tjetër ku marrin pjesë edhe plot njerëz tjerë që ndoshta nuk është fetaria e mbruesi i përbashkëtit të gjithëve. Kam përshtypjen se një vëmendje e këtillë e atij i cili ka me u paraqit para masës e bën atë bukur specifik edhe e bën mesazhin e tij interesant, që mos me qenë përsëritje, mos me thonë çdo të tretën fjali, sikur se tha parafolsi, sikur se u përmend këto, sikur se tha dikush më herët e kështu me radhë. Rekapitulimi i një teme. Po, pra, e ke një mesazh tonin, edhe gjatë asaj po e përsëris, domethënë, gjatë asaj kohe të shkurtër që kime fol, e bën një hyrje të shkurtër, mesazhin kryesor çka kime thonë, i cili duhet të jetë i qartë edhe i nënvizuar, edhe përmbylljen hala më të shpejt se hyrjen, edhe thjesht e ke dhënë një kontribut njerëzit sot në evrejm edhe kështu, në rrjetet sociale, cilat mesazhe përcillen më tepërmi, ato që janë më të shkurtrat. Njëherë prej ligjëratave të tona nxirren disa mesazhe të shkurtra, shkputen, në mënyrë që njerëzit ti kapin çato se aty ka qenë theksi. Dhe hoxh, në fund të kësaj pjese të parë, një fjalë mund të harrohet, apo edhe mund të mbahet mend, por një gjë që dihet është se shkruhet. Sa duhet jemi të ndërgjegjshëm për këtë pjesë, që do të përballemi me fjalët tona, me përgjegjësinë për atë që kemi folur. E ke fjalën shkruhet, shkruan dikush, edhe nëse shkruan ti. Po pra. E kom shkruar një herë moti, nuk e dija e kemi. Thotë mos thuj muret kanë vesh, po thuaj engjujt kanë lapsa. Secili ka engjujt të deleguar të cilët shkruajnë. Atë që ne themi, atë që ne bëjmë, atë që lëvizjet tona e kështu me radhë. Edhe me bëme e pas këtë përgjithësi, padyshim që do të ishte shumë, do të bëheshim shumë më të kujdesshëm. Pastaj ne harrojmë çka kemi thonë. Harrojmë çka kemi thonë. Por nuk e harrojmë atë faktin se gjithnjë jemi mundu ta themi të vërtetën. Edhe mund të kemi gabu, por se kemi bo me qëllim. Edhe vjen hesapi dikush me të thonë, po ju hoxhallarët, po thoni kështu, po nxitni kështu, po bani përçamje, po bani kështu, tash ti nëse ke qenë vazhdimisht i momentshëm dhe i kujdesshëm në fjalimet tua, edhe në paraqitjet tua, ti edhe mundesh mos me e majt mend krejt çka ke thonë, po në këtë rast e din me siguri të plot çka s'ke thonë. Me siguri të plot e din se ti kërkon se ke ofendu, kërkon nuk e ke denigru, nuk e mbjell përçarje, nuk e bë kështu, nuk e nxit në punë të këqija dhe për këtë e ki komoditetin. Edhe dikush mundet me të thonë, po jo, ne kemi dëshmi, okay, silli dëshmit, po dëshmia më e mirë e imja është dëshmia e ndërgjegjes time të pastërt, se unë kur një jetë nuk kam thonë diçka për cilën do të me e kafshu buzën. Prap po i referohem asaj që na mëson Islami. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë la takallem bi kalimatin ta'tadhiru minha gadan. Mos gabo asnjëherë me e thonë një fjalë për cilën nesër do të detyrohesh me kërku falje. A fjalët që thuan me nxitim, pa i mendu mirë, pa i blu, pa i pjek mirë, për ato shumë është e mundshme që nesër ti me pas nevojë me kërku falje. Kështu që rri me komoditet, fal, nëse për ndonjë gjë të thuhet ose të thot mendja qysh se thash edhe çto. Nuk është vonë as nesër me e thonë, as mas nesër, as mas një jave. Ama ma e keqja është kur thu qysh e thash,
qysh me e kthy, qysh fjala nuk kthehet. Pse i thash të gjitha? Pse i thash të gjitha? Kam thonë, fjala është e jotja derisa nuk e ke thonë. Në momentin që e thu ti pastaj jep pengi fjalës tonë dhe thosh mi najt mas gjithmonë. Mirë, të dashur miq, tani shkputemi për pak qase, ju mirëpresim pas pak na telefononi, por edhe mund të na shkruani. Por rikthehemi dashur miq, vazhdojmë tutje me emisionin e thënë e pa thënë, do të vazhdojmë bisedën me Hoxhën Ekrem, ku do t'ju mirëpresim juve që të na telefononi. Tani trajtojmë një mesazh, Hoxh thot, nëse dikush falet vetëm në raste të vështira, a ka vlerë ky namaz? Duke 2 javë më para, po 3 patëm temën e namazit dhe s'kan të ndalur këtë pyetje. Nashtë, alhamdulillah, namazi është shumë gjë me vlerë dhe rëndësishme, kështu që pyetjet rreth namazit asnjëherë nuk bëhen bajat. Është lehtë, është njerëzore të themi, ja, mos u fal veç kur je në zor, falu kur je shlirë, nëse don me ta pranu Allahu kur je në zor. Megjithatë, unë mendoj se edhe nëse falet vetëm kur është në zor, edhe gjatë asaj kohë kur është në vështirësi e fal namazin me përkushtim edhe me sinqeritet, jam shumë i bindur që i pranohet. Edhe dëshmia ime ose argumenti im për këtë është fjala e Allahut fuqiplot që e përmend më tepër se një vend në Kur'an. Për mushrik flet, për idhujtar, kur ata janë në vështirësi në errësirat e detit, në dallkët e trazuara të detit, e lusin Allahun me sinqeritet, nëse na shpëton, ne do të jemi falëndërues ndaj teje. Thot Allahu i shpëton. Kur dalin breg ata fillojnë me avazën e vjetër të mohimit, të mosmirënjohjes e kështu me radhë. Tash a do të njeriu me elan veten veç në kësi situate, patyshim që jo. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mënyrën më të mirë na ka mësuar dhe ka thonë ta'arraf ila Allahi fi ar-raha ya'rifka fi ash-shidda, njehu me Allahun kur je shlirë edhe rahat, Allahu do të njohë kur je në vështirësi. Dhe tashmë kemi telefonatën e parë, alo? Alo? Po, noni. Selam aleikum. Aleikum selam. Besa me një dy pyetje Hoxhën Kostimon. Vetëm urnoni. Po kam Hoxhën me pyetje. Po kam me vetë Hoxhën, kisha një takim në një shak, edhe desa që do unë qarë, kështu, se ju dëshin punë, edhe i thash mos e gjunah, thash mos e gjunah, thash se kemë deke me dhe për ndjegi dhe themi, por kërkush sa të konë, ai ma kthej, tha, kërkush të deke mund gjallë me kaldu që ako. Kërkush të kthy. Pa hon krymat edhe kur gjë s'kohë, atu e mbërëm. Po, unë i pash, pas mirë dhe bje dita, dhe të shetjelë unë, ana hon krymat ta që bohet. Cila është pyetja tjetër? Po, edhe një pyetje tjetër po ta më Hoxhës. A ekziston mund a shkruan Kur'an që zumçarit me asportu Allahu ymrin atë çast. A veç që ka me përgjegjë për ato punësia që i bën. Faleminderit. Pra, e ka pa duke bërë gjuna, zullum dhe e ka kritiku. E ka këshillu, po. Është shumë interesant. Besimtari ka shumë dashamirësi për tjetrin. Edhe kur e shet duke mos bë një gjatë që duhet me e bë, e këshillan. Po edhe kur e shet duke gabu, prap e çorton edhe e këshillan. Kjo është dashamirësi e skajshme, se funit na mundën me thonë, po çka më hyn nu dhe mu, çka bën filani, po jo, nuk kemi qef me pa tjetrin duke bë keq. Edhe ky motiv padyshim që është shumë fisnik.
Mënyra se qysh këshillon besimtarin mes tjera është me ja kujtu tjetrit vdekjen edhe me ja kujtu botën tjetër. Po njerëzit nga njëherë nuk janë të bindun. Edhe një prej gjanave që shpesh e përmendin, edhe kjo është pasojë një ignorancë të theksume. Thot kush o kthy prej andej që me na tregu që ka botë tjetër. E vërtet është se kërkosh s'o kthy, edhe s'ka me o kthy kërkosh, po njerëzit kanë me uringjall pasi që të gjithë të bartimi prej kësaj bote. Edhe ati që thot kush o kthy prej atje, du të me i thonë kush o met pa shku. Hajtë gjema një njeri i cili ka lind para 150 vjetëve, e që s'ka kalun në përjetësi. Ku është baba jëtë, ku është gjyshi jëtë, ku është stërgjyshi jëtë, ku janë gjitha ta njerë cilët i ke njoftë, e ke jetu me ta, e ke folë me ta, ku janë sa? Ajo është dëshmia ma e mirë se edhe rruga jote që anë është të të qu. Mirë po ti nuk je i moment shumë për me me profitu një mësim prej kësaj, një mësim të rëndësishëm një jetë. Andaj, me këshilla na do të me vazhdu, kur këshillojmë edhe kur u flasim njerëzve mirë, ne një farë mënyrë lirohemi prej përgjegjësisë tonë, a na dëgjojnë, ata s'na dëgjojnë, a e përfillin fjalën tonë dhe këshillën tonë, apo nuk e përfillin, ajo ma nuk është përgjegjësia jonë dhe s'kemi pse mërzitemi për atë punë. Me a shkruan Kur'an thotë se u shkurtohet ymri? Jo, për t'u shkurtu ymrin jo, a për që kanë me i pa pasojat e zullumit tyne, po, Kur'ani është plot e përplot me argumente, edhe prej gjitha atyne argumenteve, edhe populli jonë e ka pas atë shprehjen të gjitha gjanat këputen kur të hollohen shumë, ndërsa zullumi këputet kur është më strashi, kur është më i theksumi që atëherë dështojnë zullumçarët. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna Allahe le yumli li dhalimi hatta idha akhadhahu lam yuflithu. Thot Allahu i e afatizon zullumçarin, pra nuk ja shkurton ymrin, nganjëherë ndoshta edhe ja zgjat. Mirë, po kur Allahu e rrëmben zullumçarin, kur e merr rrëmbyshën, atëherë nuk ja lën as edhe hapësirën më të vogël që me shpëtu. Kalem tek një mesazh, thot Hoxh, a është gjuna me çajt për burrin që ka vdekur? Me çajt për të vdekurin nuk është gjuna. Gjuna është me vajtu. Ka dallim me çajt edhe me vajtu. Vajtimi, mes tjera është shprehje e revoltës edhe mos pajtimin me atë që ka ndodhur, me caktimin e Allahut. Është gjuna. Me vajtimi është gjithashtu edhe me fillu me i numru gjanat, e je kon kështu, jo. A veç me çajt, edhe me u mërzit, nuk është gjuna. Po pastaj mërzia e ka edhe atë sfidën e gajretit edhe të sabrit, që sa më e madhe tjetë mërzia, më vështirë me bë sabër, po kur njeriu bën sabër në mërzi, atëherë edhe shpërblimin e ka shumë më të madh. Pyetja radhës thotë, a muj me dhënë sadaka në disa pjesë dhe a ka më shumë shpërblime kështu? Nuk kisha thonë që nëse e ndan sadakan në shumë vende ka më shumë shpërblime, por nëse është në pyetje sasi më e madhe e të hollave po e zam, atëherë s'prish punë me nda, por nëse është një sasi e vogël, ndoshta kish me qenë më praktike me e dhanë në një vend. Pyetje tjetër thotë, çka është puna e sigurimit jetësor në anën fetare? Sigurimi është pak problematik në mënyrën që është i organizuar tek ne, sikur të ishte sigurim i solidaritetit, sigurisht që nuk do të kishte problem, por është bëjë teme komplikume, nuk po i jap vetes kompetencë me folë më gjanë për këtë. Mirë, vazhdojmë me pyetjen tjetër, thotë, nëse një grua nuk ka shamim mbulesë, a mund të falet, kështu? Nëse është fjala s'është duke aplikuar mbulesën jashtë namazit, a mund të falet? Po, veç gjatë namazit do të më mbulu. Besoj që të gjitha gratë edhe të gjithë njerëzit e dinë këtë punë, e pse s'është rëndom, në jetën e përditshme e mbulume, është përgjithësi e ndame. Namazi e ka përgjithësinë e vet, mbulesa e ka përgjithësinë e vet. Pyetja tjetër thotë, doja të pyes Hoxhin, a është gjuna nëse vajza dëshiron me u martu me një djalë që plotson kriteret sipas fesë islame dhe ka karakter të mirë, por familja e vajzës është kundër. Çfarë duhet bërë në këtë rast? Varet prej arsyes. A kanë arsye familja e vajzës që po e kundërshtojnë apo jo? Nëse familja e vajzës e kundërshtojnë atë djalë vetëm pse është i ktill, vetëm pse është fetar, atëherë kjo i jep drejt vajzës, padyshim. Nëse kanë ndonjë arsye që e kundërshtojnë, arsye të pranueshme, atëherë aty vajza duhet
gjithsesi ta përfillë edhe mendimin e familjes. Telefonata e radhës, alo? Ale, përshëndetje. Përshëndetje. Selam aleikum. Aleikum selam. Jo përse për emision, juve dhe hoxhin e ndërum, hoxhin e krem. Faleminderit. I kam 2 pyetje. Po. E para është për sigurimin jetësor për shëndonin fetare. Pyetje, e keni shkruar edhe me mesazh apo? Po. Po është më dha mundësia në telefon të tjera merë për shumë të tash më dha mundësia në S'është telefon. problem. Dhe pyetja tjetër? Edhe që s'pri shumë. Po edhe pyetja e dytë është për punën në namazit që shpesh ja bëjmë hoxhët e krem këtë pyetje na punëtorët e terrenit. Po për shembull nëse do të mundësia me falë në xhami, nuk pengon as në punë, as kompanit, as nuk jetë e lashe, qysh është mundësia është më e mirë, se shumica po thonë do të me shkurtu namazin. E kjo po du me qatun që është e komën t'i hoxha më Me falë në xhami namazin, apo? Po. A jemi qërë? Po, shumë. Faleminderit. Më ndjesh është, selam aleikum. Selam, pra vetëm se sqarohet që është në sigurimit. Po, ka hoxhallar, pse thash nuk po jap vetës kompetencë. Ka hoxhallar, alhamdulillah që ko pas kohë janë edhe këtu në këto studio, edhe në këto emisione që me shumë kompetencë trajtojnë këtë temë. Kështu që gjejoni ditën atyne dhe ja u parashtroni këtë pyetje. Namazi për punëtorët e terrenit. Fillimisht do të kuptu se nëse je udhëtar, do më thonë, je punëtor i terrenit, distribuim kështu me radhë, agent tregtar, edhe gjatë ditës ti kalon kilometrat shumëta, ani pse me mjete komode tash, makinat e mira, me klimatizime, me gjanat e ndryshme. Megjithatë, distanca është arsye për të shkurtu namazin, edhe është arsye për t'i bashku namazet. Në rastin tënd, vllai ndashën, thu une distancën e kaloj, por kam mundësi me zgjedh kohën se punën e kam më fleksibile. Atëherë ti, nëse të bjen me u falë në xhami, edhe e programon kohën tënde që me arrit në filon xhamin në drek, e në xhamin tjetër, në qytetin tjetër në Kindi, atëherë falin në xhami mas imamit. Kur falesh mas imamit, edhe pse je udhëtar, namazin e plotson. Por nëse ke mri, xhamati e kanë kry, e ti je udhëtar, atëherë ti nuk e plotson namazin, po e fal të shkurtuar. I fal në daras, pra drekën në kohë vet, i Kindin në kohë vet, masi po don, se lehtësimi është lehtësim, preferenca është preferencë, po megjithatë te bashkimi i namazeve nuk është shumë insistim fetar me i bashku, sa është insistim që kur të kalohet distanca për me i shkurtu. Andaj, nëse falesh në xhami, për shkak se ki dëshirë me u falë në xhami, edhe s'ka dyshim që ka vlerë të veçantë, atëherë e falë në xhami edhe falësh mas imamit, si udhëtar, sa të falet imamit, qa që i falë edhe ti. Por nëse po e zonë për një arsye, i vonu 5 minuta 10, edhe imami e ka kry namazin, tash ti ke mri në xhami, falësh vetë, po e falë namazin e shkurtum, nëse e ke mri distancën e udhëtarit. Vazhdojmë edhe me disa mesazhe në fund fare, thot ku bëhen lutjet më shumë në spital, në xhami apo në shtëpi, ku dëgjohen? Po ku pranohen në fakt. Shumë pyetje interesante. Në të gjitha, ku do që të lutesh, lutjet dëgjohen. Mirë po, ajo që varet më tepër është pikërisht gjendja jote. Sa më i thymë që t'je, sa më në hall që t'je, Allah i madhruar t'i dëgjon lutjet më tepër, Allah i madhruar thotë me yujibul muttarra idha da'ahu yakshifu su, kush është ai i cili më mirë se Allahu i përgjigjet atij që është në zor kur i lutet, pra kur i lutet Allahut, dhe e largon të keqen. Kush përveç Allahut e bën një gjë të tillë. Andaj në çdo situatë unë për vete mendoj se nuk kemi as më të voglën arsye me bë dallimi me thonë e kam një hall e të shkoj në xhami se ndoshta atje më përgjigjet Allahu më lehtësisht. Jo, çaty ku je, në rrugë, në udhtim, duke vozit ose bashkëlltar je, ose në hallëgji je në spital i smur, ose je në spital shoqëruesi dikujt që është i smur, në të gjitha këto lutë Allah nuk ka kufizime. Kemi një ndërhyrje në temën e martesës, pra që pyeten më herët, thot për arsye që jemi të vendeve të ndryshme. Do doja ta shtjellonte më shumë hoxha çështjen, jemi në fund të emisionit. Thot se a kanë të drejtë të përzihen vëllezërit nëse s'kan asnjë arsye bindse veç regionit, a vlen martesa do të thot pa lejen e tyre. Sepse po thu vëllezërit, nëse thu vëllezërit, atëherë si duket baba nuk qenë ka gjallë.
mund të tingëlloj çuditshëm, po distanca gjeografike mund të jetë arsye që familja me thonë jo valla, na bien ton, nuk e japim larg për arsye se kemi qef me e pas në gat. Mirë, po tash këtë temë konkretisht trajtojeni me dikën që mundeni shumë konkretisht me një hoxh ose me në vendin tuaj shumë konkretisht me e trajtu. Faleminderit shumë. Faleminderit aty juve. Dashur miq, kaq për sonte, faleminderit që na ndoqët, mirëmbëjtje.